a mund të bëhet kurban pa thirrje? A ka hapësinë te ky ritual të ketë evolim, s'pa them evolim, s'pësoj evolim, po nizam pikë shablonit si shqut, me pasë ndryshim ose zamendësim ndërmend të thjerrjes. A mund të ketë kurban pa thjerrje? A mund të ketë kurban në forma të tjera? Kurban çka do të thonë? Kurban është të afrohesh tek Zoti mëndhun. Do të bësh një vepër të caktuar që të afrohesh tek Zoti, ngritesh tek Ai, bëhesh ai më i dashur. Kjo është kurbani. Pastaj, ky afrim tek Zoti manifestohet në forma ndryshme. Ka forma që Zoti i ka obliguar për njërin, dua që të më bish në këtë mënyrë, dhe ka forma që Zoti ka lënë të hapa për njërin, hajde që është dush, kryesora është që të jetë motivi besimit ai që të shkojnë me ardhë kon. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Tash, kurbani ku bën pjesë? Therrja ku bën pjesë? Bën pjesë të parën, jo në dytën. Për shembull, gjatë vitit mund të afrohesh tek Zoti për shembull me para, me aktivitet, me angazhim, me fjalë të mirë, afrohesh tek Zoti duke i bërë mirë njerëzve. Kur vjen Kurban Bajrami, këto Zoti ka krijuar një formë të posaçme të sakrificës që manifestohet në therrjen e kafshës, që realisht therrja e kësaj kafshë është edhe manifestim i besimit tonë në raport me Zotin, por edhe është simbolik që ne në bazë të kësaj rreshtohemi ka njerëz e mirë që historikisht gjithmonë e kanë ushtruar një veprim të tillë në raport me Zotin e tyre. Kur i bie fjala te këto dilema që sot diskutohen, domethënë, në mënyrë që tash mendimi jam në bazë të leximit përveç së situatës, mendoj që unë jo më zgjidhni cili këtë tema. Kam shumë respekt për ju, andaj foli pa droj për këtë tema. Shumë, edhe po përmani pikpamjen time për këtë çështje në bazë të përcjelljes dhe vëzhgimit të dilemat të tilla që sot qarkullojnë në rrjetet sociale në pëllibe të shumë të studime të caktuara kështu më radh, kontestimi i kësaj çështje, therrja e kafshën përgjithësi është një agjendë e caktuar, domethënë që tenton të shtyn përpara kuptime të caktuara në shpërputhje me besimin, apo që nuk është vetëm therrja e kafshës një nga ato problema që ata i ngritin, ka më shumë se kaq. Punojnë pikërisht te kjo. Sot masivisht është simbolika e kësaj feste. Po çka dua të them, nuk është nisma e kësaj dhëmshëria, nuk është nisma e kësaj trajtimi i barabartë i kafshës me njeriu, apo po ka diçka për te kësaj. Se në fillim njeriu ka sakrifikuar njeriu në emër të zotave të besimeve besnitive të kaluame. Ato realisht po për çfarë do manual te gjeneza për këtë kundërshtar. Ja, gjeneza sot është për shembull të dinë se ka lëvizje vegetariane, ka lëvizje të caktuara, se realisht jo vetëm te po shkojmë për te i kësaj, domethënë që e konsiderojnë krim, domethënë ngrimin e mishit, konsiderojnë ty pjesëmarrës në krim me kompanitë e përpunimit mirë se kështu më radh. Këto janë agjendat njohura liberale, agjenda ateiste, që realisht shtyn përpara çështje të caktuara, sikurse ka edhe tjera probleme që i kemi trajtuar në të kaluarën. Po çka dua të them? Çështja e mishit, vëllai, kur njëri e thën mishin, çka është përfaqësuar? Kur unë e ha një copë mish lope ose një copë mish dele. Fillimisht Islami na ka mësuar se çka lejohet e çka nuk lejohet. Jo çdo kafshë lejohet me ngronë. Ajo që është e dobishme, ajo që është e përgatitur për këtë e ka krijuar Zoti. Prandaj ndëgjë, gjithçka fillon nga pika e parë që fillon. Nëse ato e kemi qartë, krejt qartëson çerrat. Kush është autoriteti suprem që përcakton çka më bë? Për Zoti më ai ka krijuar. Nëse ai ka krijuar kafshën dhe ka thënë e kam krijuar për ty o njeri, atë pse unë e dorë mos më pranu. Nëse Zoti nuk është pjesë e kombinimit, atëherë kalojmë në kombinime tjera. E kjo është agjenda ateiste, e cila përjashton Zotin dhe e bën tash njeriu që ai të përcakton realisht në jetën e përditshme se kush ku ka pozicionin, edhe njeri po edhe kafsha. Andaj na besojmë se Zoti është krijuesi. Ai është autoritet suprem. Ai është i gjithëmshirshëm dhe ai ka lejuar që njeriu me ngrin kafshën dhe me thirr kafshën. Kur njeriu thirr kafshën vëllai Fidan, nga për te simbolikave që i përmana më herët, edhe në një aspekt shpërfaqet e përsije e njeriut ndaj gjitha krijesave tjera. Dhe kjo e kthen njeriun në faza të lartë të përgjegjësisë. Ti e ki përgjegjësinë e kujdesit për këtë botë, ndërtimit të kësaj bote dhe e ki e përgjegjësinë e shfrytëzimit ndaj krijesave tjera. Andaj, është normale me pa njeriun mbi kali, po jo kalin mbi njeri, apo se kali është i krijuar me i bajt njerin, jo e kundërta, apo ose për shembull është normal gomar me pa që i kanë ngarkuar me dru, jo për shembull gomarin me fut në dhomë, për shembull. Për shkak se janë disa gjëra të natyrshme, Zoti ka krijuar dhe njeriu natyrshëm i ka zhvilluar. Tendenca për me thy këtë natyrshmëri dhe me shpërbë këtë natyrshmëri njeriu është tendencë me shpërbë njeriu total.